Tuaj pranoj. Mua jo I ka ladur, faleminderit. Sepse ti je shoku im. Dhe unë, titullin shok, nuk të shpi. Ngel hatri edhe mu me ty, po nejse. Hatri me mua? Nejse, ta shohim se kam nis pak... Ke nis në plan 3? Jo, asi lloj plan. Po qarë? Po pra, po nise planin tamam, ose nis gjysmak. Do pres edhe pak. Prit. Po ke ko, ke ko. Ne tu jemi, do presim. Po, mos... Po, I gja po ta them. Mos I ngatro gjërat. I gja po ta them këshill, ma e men, këshill, nuk po them ti pastaj bëj çat dush. Po. Se ti kur të tolerosh I gja e ke toleru, edhe I din gja, Cilën gjë, I do ma? punat I di mirë punët e tuja. Cilën gjë, ma? Cilën? Por, ta rria ai tipi. Po, qa bërja I? Me fol mbi fjalën tane, edhe me marrë fjalën tane, po shoti me të basi asgjë, një. Jo, mos e kesh kupto. Ai nga që di se unë vazhdoj flas dhe thot një sekund, sepse dua të them dhe unë diçka, e para jemi një lojtari vetëm, e dyta ti ke qenë në këtë shtëpi Lerdis më ka mbrojtur kur. Po jo, ti ajo që do t'i mbash Fernandor, jo ai. Nuk më ka mbrojtur kur ai. Jo ai, sa s'kam mend me drejtuar. Dhe ne tani jemi një lojtar, nuk po drejton te mua, po jepte mendimin e ti për diskutimin që shoqja jote Lori thot, ç'të duhet ty marrëdhënia ime me atë, shiko marrëdhënien tënde me Lerdin, asaj ç'të duhet marrëdhënia ime me... Ti ba ç'a dush me atë, unë I kam... Ç'i duhet asaj? Po, asgjë si duhet. Dhe unë nuk shpika, dhe unë atë çfarë dëgjova, atë çfarë më tha Lori, atë çfarë Lori tha gjithë shtëpisë, që Gerta I ka kërkuar llogari, pse nuk e ka shpëtuar në zinxhir, sepse I ka thënë unë mendova se ti më ke shoqja dhe ti shpëtove Kellin. Unë nuk gënjeva. Unë nuk gënjeva. E vetë një gjë të më shqetësoj është, fjala që ta pushot, kështu ta me I përulje që... Jo, ma I ashtu ka mënyrë të folurit për me gjithë. Nes na pëlqen, se durojmë atë mënyrë të folurit. Kush jeni ju, ma? Të marri leja I... E din ti prej ka jena. Të marri leje, të thot një sekund. Jo, sot marri leje si ti them bonus pusho, apo mos pusho. Nëse nesë më vje keq për ty, pastaj ti po që dur. Unë nuk ka nevoj fare të të vi keq për mua. Sepse unë nuk jam për të ardhur keq. Jo, mo Jozi, jo. Sepse je ti ajo që du t'i kesh frenat. O, Jozi, ai, u përmend Laerti dhe ai ndërhyri. Dhe ai do ndërhyri, e para. Hajde këtu, me lloj presioni që zigja. Ai po bënde presion mua. E dyta. Po bënde presion mua. Po edhe ju po me rakoseni, kam ardhur unë t'ju ankohem. E qunë vetën. Kam ardhur t'ju ankohem. Jo, as pak. Po çfarë pra? Unë ankohem nga meraku që kam nga vetja ime për ty. Po cila mo? Sa I thot, hajde, ai është në kulmin e debatit, me një banor këtu brënda, dhe ai më thot, bona, hajde këtej, dhe ka, normalisht njeriu është I acaruar në debat, dhe tonaliteti I zërit ishte ashtu. Në rregull, edhe kur tha... Jep me kuptu se si është jashtë ai. Jep me kuptu se si është jashtë. Jashtë, me pa kamera pa gjana. Qa bon ai? Me kanë Gerta Gigjari jashtë këshu? Po unë të betohem, do të presim me miell, me vezë, me domate, mos e unë nuk mund ta mendoj që Gerta... Nuk mund ta mendoj që Gerta Gigjari është shu jashtë, ma. Okej, pa asun se më nësë mund ta preferoj më mirë të them që jo, more, jo, ajo po aktron, se sa është këshu jashtë. Se po ishte këshu jashtë, vi thot, e di unë jetën tënde, dhe di unë, jo partije, di unë Jozi, se qa ke boti me Jozin dhe ku ke qenë dhe pasaj shpif, bi gjitha këto gjërat, e di unë se ke qenë rrugë, nuk ke familje ti, se po pate familje ti, nuk shkon I natë të krevat, I natë të krevat tjetër. Një dit tjetër del dhe thot, jo, mas 82 ditë është thot, jo thot, kjo vajza nuk ka preferenca mashkullore, ka preferenca seksuale të ndryshme, ka për femrat, është lesbike. E kupton ti tani? Unë nëse mendoj që Gerta Gigjari tjetë shu jashtë, e bie që unë të gjithë ta presin Gertën me miell e me domate. Por preferoj të